Me 8 shtator i kanë kalu një 10 orë zbashku Jared Kushneri, që o dhonëri Trumpit, Steve Witkofi, që është emisari Trumpit për lindjet mesme, dhe Ron Dermer, këshilltari, njoni pi makrysorëve të kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahut. Takimi i tyre është zhvillu në Miami, kurse këta kanë bisedu për me formulu një propozim për armë pushim për Gazën. Cilin propozim, këta kanë thonë që duhet me jaqu Katarit si ndërmjetësues me Hamasin, e që dihet që zyrat e Hamasit janë në Katar. Në asnjë moment, gjatë gjithë këtyre orëve së bashku, këshilltari Netanyahut nuk e ka njoftu as Kushnerin e as Witkofin se të nesërmen Izraeli e ka ndërmen me bombardu selinë e Hamasit në Doha, në Katar. Jared Kushneri, dhonëri Trumpit, në qeverisin e Trumpit parë 2016-2020, është kanë emisar special për lindjet mesme. Është marrë shumë me atë problemet atje. Gjatë kësaj periudhe, ai ka ndërtu raportet mira personale me liderët kryesor të lindjes mesme, posaçërisht me Mohammed bin Salmanin e Arabisë Saudite, por jo vetëm. Kushneri, që burri i Ivankës, ka meritat mëdhaja në arritjen e marrëveshjes e cila njihet si Akordet e Abrahamit, me cilën marrëveshje disa vende arabe patën vendos lidhje diplomatike me Izraelin. Kushner, ndënë se edhe vetë hebre, është tregu i vëmendshëm edhe i balancum për zhvillimet në lindjet mesme. Ai ka disa muaj që tash sfundmi është angazhu me një iniciativë me kryeministrin e Britanisë Tony Blairin për Gazën e mas luftës, cilin plan Kushneri dhe Blair ja prezentun para do kohë edhe Donald Trumpit. Tash, dona mu kthy edhe një herë te takimin Miami mes Kushnerit, Witkofit edhe Dermerit, sepse çaty e kanë gjenezën zhvillimet e 2 ditëve të fundit ku po doket që marrëveshja për Gazën është shumë afër. Masi që këshilltari i Bibi Netanyahut është nda me Kushnerin edhe Witkofin, ai qatë nati ka zhvillu edhe disa orë telefonata gjata me zyrtarët e Katarit, të i njoftu ata se çka ka bisedu me Amerikanët edhe qysh mi a bo punën e marrëveshjes me Hamasin. Nuk kanë kalu as 12 orë për këtyne bisedave dhe Izraeli befasisht, ose ndoshta pabesisht, e sulmën Katarin. Në fakt, e sulmën një ndërtesë në Doha të Katarit, ku po takoheshin zyrtarët e Hamasit për me i diskutu propozimet e Izraelit, cilat propozime aty në jau ka dhonë Katari. Në atë sulm, vritet një roje e Katarit, vritet edhe djali zyrtarit nalt Hamasit, cilin e ka pas target Izraeli, sepse ajo është kon ideatori sulmit terrorist vitit 2023 në Izrael, ku e nvra disa mijëra persona. Jo vetëm që Izraeli nuk e ka paralajmëru Katarin që e ka ndërmend me sulmu zyrtarët e Hamasit në shtetin e tij, po dhe Amerikanëve ju ka kallëzu masi që i kanë nis raketat, masi që u bo vonë për me parandalu sulmin. Në momentin që Amerikanët e kanë kuptu që raketat jo nis në drejtim Dohës, ata urgjentisht i kanë thirrë zyrtarët e Katarit me ju kallëzu, ama është konë shumë vonë. E gjithashtu për Katarin në konë gati e pabesueshme që as Amerikanët nuk e kanë ditë. Amerikanët gjithmonë ju në konë të kënaqën që një fraksion i Hamasit ka qëndru në Doha, sepse në këtë mënyrë përmes Katarit, ata kanë komuniku me Hamasin përmes këtij kanalit komunikimit. Ky sulm në Katar u dok që e shkatroi çdo mundësi për paqe. Edhe Witkof, edhe Kushner, po edhe vetë Trump u frustruan tej mase me këtë hap të guximshëm Netanyahut, për më shumë se sa këta sulmin gjallin e verin Katar, Egjipt edhe në vende tjera. Zyrtarët e Katarit thanë që tashme nuk e kanë ndërmend me ndërmjetësu në konflikt të Izraelit me Hamasin, sepse jënë ditë tratum. Gjitha shtetet arabe në gjirin përsek fillun me komuniku me njëna tjetrën, për mja dhonë një përgjigje Izraelit që ja u sulmoj një shtet tëne. Në këtë frymë, udhëheqësit e shteteve arabe, po edhe ata të shteteve me shumicë muslimanët botës si Pakistani, u mblodhën në Sheraton, në Doha, ku i qitën letër disa kushte të reja për Izraelit. Kurse Katari tha se e ka ndërmen me u tërheq
për ndërmjetësimet. Kryeministri i Katarit kërkonte me ngulm një kërkim folje të Izraelit edhe një garanci të fortë amerikane që sulme tjera të ngjashme nuk kanë me u përsërit. Me fjalë tjera, gjendja edhe ashtu e komplikume, tash u bë kaotike. Mirë po, disa këshilltarë të presidentit Trump kishin thonë që pas gabimit që e ka bë duke sulmu Katarin, ndoshta tash ishte momenti i duhur me i bë presion, me e godit Netanyahun. Në këtë frym, edhe në këto kushte, filloi java intensive takimeve në New York, ku shumë udhëhec shtetësh kishin shku atje për ato që njihet shtatori i OKB-s. Me datën 23 shtator, Trump i takoi në New York disa udhëhec të shteteve arabe, ku shpalosi aty në planin që ai e ka për me zgjidh problemin Gaza. Sipas atij plani, pika ku arabët kërkohej me bë kompromis ishte dorëzimi i armëve prej Hamasit. Ose jo dorëzimi, si frazë, po dekomisionimi i armëve që nënkuptonte Hamasi me ia dhënë armë një autoriteti që ka me qeveris Gazën, jo Izraelit. Trump dhe Witkoff nuk kishin përgjigje për arabët sa i përket pyetjes tëne a e mbështet Amerika krijimin e shtetit palestinez. Mirë për marrëveshje të Trumpit megjithatë flitej për krijimin e një rrugë të besueshme për vetëvendosjet Palestinës. Arabët ishin të kënaqur me tekstin, mirë po ata friksoheshin që kur të shfaqen në takime me amerikanë Netanyahu, teksti vjen e zbutët në favor të Izraelit. Dyshja Kushner Witkoff e kishin rezervuar tash me Netanyahun. Pej datës 25 shtator deri me datën 28 shtator, këta dytë i kanë kalu me kryeministrin e Izraelit më shumë se 10 orë takime. Shumë shpesh gjatë këtyre takimeve palët e kanë thirrë në telefon Donald Trumpin ose ai i ka thirrë këta. Në takime me këtë dyshe, po edhe me Trumpin, Netanyahu ka kërku non-stop që gjuhan marrëveshje kur është në pyetje Izraeli më konë ma e paqartë, që Izraeli mos mu obligu shumë, edhe më ulon hapësira për Izraelin që me akuzu Hamasin që nuk po e respekton marrëveshjen. Disa ndryshime Netanyahu i ka arrit mi siguru, po jo qashtë forta sa mi bo arabët me u largu për marrëveshjes. Hera parë që krejt janë të marrëveshja. Kështu, kur po takoheshin shpitbardh, Trumpi e detyroi Netanyahin që edhe t'i thot po marrëveshjes, edhe ta thras në prezencë Trumpit, kryeministrin e Katarit, edhe t'i kërkoj falje atij për sulmin në Doha. Qysh muni me pa edhe në këtë foto, Trumpi po ja mon telefonin Netanyahut, kurse Bibi po ja lexon në telefon tekstin e kërkim faljes, po ja lexon kryeministrit të Katarit. Masi që u arrit kjo marrëveshje në mes arabëve, Turqisë, Izraelit, BE-s, topi kaloi te Hamasi. Trump tha që nëse Hamasi i thot jo kësaj marrëveshje, që ishte pranuar pra edhe për Egjiptit, Katarit të Turqisë, Trumpi ka mi dhon leje Izraelit me bë bashkë çka t'i dën shefi në Gazë. Për befasinë e shumë kujt, Hamasi i tha prom një farpoje marrëveshjes. Tha se ishte i gatshëm me i liru gjitha pengjet rreth 50, me kusht që dhe Izraeli i liron palestinezët. Izraeli sipas marrëveshjes do të mi liru rreth 2000 burgosin palestinez, 170 për cilëve janë dënuar me burg të përjetshëm. Trump, qysh shkrujti edhe ai në rrjetet sociale, tha që është i kënaqur me përgjigjen e Hamasit, edhe pse shumë njerëz janë skeptik për sinqeritetin e Hamasit. Sido që tjetë, Trump promi boni thirrje e Izraelit që urgjentisht me i nal sulmet në Gazë, sepse kështu tha po i rrezikoni edhe pengjet e juja. Sot në mëngjes, Netanyahu i tha që është i gatshëm me vazhdu me planin e paqes. Që kjo është hera parë, mas kaq kohësh, që një grim shprese po doket që ekziston për me i dhënë fund të merrit dhe llahtarisë në lindjet mesme. Mirë, po që kjo nuk është hera parë fatkeqësisht që optimizmi për zgjidhje paqësore në lindjet mesme
shkatërrohet në minutat e fundit. Nëse flasim me lojën e futbollit, shkaktohet në atë kohën shtesë. Shtetet si Rusia dhe Irani janë jetësisht interesume për mi majtë gjallë flakt në rajonin e lindjes mesme. E ndoshta këto është edhe sekreti i marrëveshjes eventuale të paqes. Lufta me Ukrainën e ka detyruar Rusin dhe agjencitë e saj me qëndru larg për zhvillimeve në Izrael dhe në Gazë, kurse dobësimi i Iranit dhe Hezbollahut gjithashtu ka impakt pozitiv në zbutjen e Hamasit. Materiali për këtë video është marrë kryesisht nga një shkrim i gatë në New York Times, po është marrë dhe nga gazetari i njohur i Axios Barak Ravid. Ka copza që janë marrë dhe nga BBC dhe nga Guardiani. Sponsorët videove edhe të kësaj janë Mobisim, Riga Farm, Kafe Pavin dhe Jusk Kosova.